Kryetari i komunës së Studeniçanit Eyup Abazi ka reaguar ashpër ndaj mënyrës dhe ndarjes së mjeteve nga byroja për zhvillim rajonal, duke e cilësuar procesin si diskriminues dhe të padrejtë ndaj komunës që ai drejton. Në një prononcim për televizionin Shenja, Abazi thotë se Studeniçani ndon se aplikoi me projekte konkrete dhe të rëndësishme infrastrukturore për qytetarët, nuk përfitoi asnjë denar, ndërsa komunat të tjera u mbështetën me miliona denar. Ai ngriti dyshyme për ndikime politike në shpërndarjen e mjeteve publike. Më thonë, ne konkuruam dhe aplikacionin e përgatitëm në përpikmëri, mirë po për fat të keq si komunë, ne nga gjithsej 56 projekte të cilat u pranuan nga Byroja për Zhvillim Rajonal, parafërsisht dikundi 150 milion ose saktësisht 140 milion denar që u ndanë komunave, komunës së Studeniçanit nuk ju pranua asnjë projekt, që nuk e di për cilat arsye nuk është pranuar, mirë po komuna e Studeniçanit ngel tani, domethënë, sepse edhe në pushtetin lokal që kishte një thirrje publike, edhe nga Byroja për Zhvillim Rajonal, me 2 projekte shumë të rëndësishme për komunën tonë. Njëri projekt është projektimi i urës në lumin Vardar dhe një projekt tjetër me një rrugicë në fshatin Batin që duhej të bëhet, mirë po nuk u pranua. Duke hedhur poshtë, si të pabaza akuzat e Abazit kanë reaguar nga Vlenë, nga ku akuzojnë Abazin për mungesë të vizionit, përgjegjësisë dhe rezultateve konkrete gjatë muajve të parë të mandatit. Në reagimin e tyre nga Vlenë theksojnë se të gjitha projekte që promovohen në komunë nga Abazi janë financuar nga qeveria Vlenë përmes kredisë hungareze, ndërsa hedhin poshtë akuzat e Abazit për diskriminim politik dhe mungesë të mbështetjes institucionale. Përpjekjet e zotëria Abazit për të krijuar alibi politike përmes akuzave për diskriminim nga Byroja për Zhvillim Rajonal janë të pabaza dhe të qëllimshme. Retorika se për të fituar projekte duhen lidhje politike apo familjare është një pranim i dështimit dhe mentalitetit të vjetër që qytetarët tashmë e kanë refuzuar. Realiteti është ndryshe, se pikërisht nga kjo byro dhe komuna të udhëhequra si BDI, si Likova, Çashka dhe Plasnica kanë përfituar mbështetje të njëjtë. Vlen nuk do të lejojë që paaftësia lokale të maskohet me propagandë politike. I bëjmë thirrje kryetarit të komunës së Studeniçanit të marrë përgjegjësi për dështimet e tij dhe të ndalë manipulimin e opinionit publik. Mbështetje nga thirrja e Byros për Zhvillim Rajonal kanë marrë komuna e Tetovës, Çajirit dhe komuna të tjera. Komuna e Çajirit njoftoi dje se nga kjo thirrje për ta janë ndarë afërsisht 1 milion denar për vendosjen e kontejnereve nën toksor.